Kisha kryeëngjëlli Mikail në bubullim të Lushnjës është drejt përfundimit të rikonstruksionit të saj pas disa muajsh punimesh në ambientet e brendshme dhe të jashtme. Ky investim është realizuar fal kontributit të besimtarëve, të cilët kanë dhuruar me përkushtim për të rikthyer identitetin dhe vlerat e kësaj kishe. Punimet kanë përfshirë restaurimin e elementeve prej druri, ndriçimin, tavanet, si dhe vendosjen e kryqit si simbol i besimit të komunitetit ortodoks të zonës. I gjithë procesi është ndjekur me kujdes të veçantë nga At Aurel Bardo, i cili ka qenë pranë besimtarëve gjatë kësaj periudhe. Në këtë ditë të shenjtë për besimin e krishterë, kisha vjen e rikonstruktuar, duke i dhënë një dimension të ri festimeve për besimtarët ortodoks të zonës. Kamera e televizionit Apollon realizoi dhe një intervistë me At Aurel Bardo, i cili përsolli një mesazh urimi për të gjithë besimtarët. Çfarë është Pashka në vetvete? Pashka në vetvete është kalimi i popullit hebre nga robëria në liri. Ata kaluan nëpërmes detet të kuq dhe i shpëtuan faraonit. Pra, ne të krishterët sot e krahasojmë Pashkën si një kalimi nga vdekja në jetë. Pra, kjo jetë që na solli varri bosh i Zotit ton të ringjallur. Vëllezërit e mi të dashur me Krishtin dhe besimtarë në të gjithë botën. Të krishterë, jo të krishterë, shqiptar dhe në të gjithë botën anë mban kudo që ndodheni. Krishti u ngjall. Ky mesazh triumfues i Krishtit të ngjallur na jep neve forcën, durimin, paqen, shpëtimin. Atëherë çfarë duhet të bëjmë neve? Ne kemi brenda vetes tonë mirësinë, dashurinë dhe bekimin e Perëndisë. Krishti i ringjallur na begatoft dhe na hap zemrat tona. Varri bosh për te Jeruzalemit që na shpalli neve sot dritën e tij të ngjalljes. Kjo dritë ngacëlluese na sjell neve sot lumturinë dhe madhështinë. Prandaj kudo gurët, bota e gjithë të rreth, bashkë me engjëjt, Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall, dhe mesazhi nga zemra e bardhë, Krishti i ringjallur i bekoft të gjithë besimtarët.